Zhvillimi i turizmit po rikthen traditën e zeve tradicionale dhe artizanatit në Gjirokastër, si dhe mjeshtëritë e harruara ndër vite. Prej 40 vitesh, Desdemona Paskali ushtron zanatin e entjes tradicionale në tezgjahun prej Druri. Këtë zanat e ka nisur qysh në moshë të vogël dhe me kalimin e viteve është bërë mjeshtra e tij. Përveç se është një punë shumë e bukur dhe e vështirë, ama është edhe një art që kur nxjerr këto gjërat e bukura nga dora, kënaqesh vet, po edhe turistët që i shikojnë janë shumë të kënaqur, të lumshin duart, më thonë të gjithë që vinë. Në qendrën e artizanatit në pazarin karakteristik ajo punon qilima, si xhade, endje në tekstil tradicional me motive të larmishme. Këtë lloj punimesh prezantojnë mes të tjerash vlerat e traditës tonë kombëtare, duke tërhequr dhe turistët e huaj. Preferencat janë të ndryshme të turistëve. Preferojnë edhe modelet e vjetra, po edhe modelet moderne. Se unë përveç se modeleve të vjetra që nxjerr edhe modele të reja. Krijoj gjëra që di dhe ngjyrat, kombinimet që i bëj, di që ata i pëlqejnë këto lloj kombinimesh, këto lloj ngjyrash dhe unë përshtatem me kombinimet që kërkojnë ata. Tashmë turistët nga vende të ndryshme preferojnë që si kujtim nga udhëtimi në Gjirokastër të marrin një suvenir të realizuar në mënyrë karakteristike në avlement të Druri. Këtu bëhen punime shumë të bukura karakteristike me dorë, më tërhoqi një mbulesë tavoline dhe e mora për ta patur kur të kthehem në Amerikë si kujtim nga vizita në Shqipëri dhe Gjirokastër. Mendoj se është një punë shumë e mirë. Mjeshtëritë e traditës cilësohen si një ndër pikat më të forta për tërheqjen e turistëve dhe rritjen e vizitueshmërisë së qytetit të Gjirokastrës.